Shoqata gazetarët e Vlorës ka reaguar duke dënuar fort çdo veprim që kërkon të pengojë punën e medias në qytet, marrë shkas nga një situatë pa precedent e ndodhur një ditë më parë, ku gjatë procesit të punës, teksa raportonin mbi protestën e punonjësve të ndërmarrjes së pastrimit, disa prej gazetarëve të qytetit të Vlorës janë dënuar, fyer, kërcënuar dhe intimiduar për shkak të detyrës. Një shtetas punonjës i ndërmarrjes së shërbimeve publike ka dhunuar fizikisht kolegun Gentian Këllçiu, ndërsa ka fyer dhe kërcënuar dhe gazetarët e tjerë prezent. Mbi këtë ngjarje, që është veç se një tentativë pa suksesshme për të mbyllur gojën, dënojmë jo vetëm individin që kryen aktin e dhunimit, por dhe reagimin e cunguar institucional. Interesi i qytetarëve është mbi gjithçka dhe mbi të gjitha shtresave që kanë nevojë për zërin e medias. Gazetarët kanë për detyrë të raportojnë mbi ngjarjet e qytetit dhe për cilin do që kërkon të pengojë këtë mision, mund të themi me bindje, nuk do të keni sukses. Ndërkohë, kundër aktit ka reaguar dhe Bashkia e Vlorës, e cila dënon dhunën ndaj gazetarëve, ndërsa ka shkarkuar menjëherë punonjësin dhunues nga detyra. Po kështu, nëpërmjet një deklarate ka reaguar dhe Partia Demokratike e Vlorës, e cila e ka quajtur brutal aktin e paprecedent të punonjësit të pastrimit një ditë më parë ndaj gazetarit Këllçiu dhe gazetarëve të tjerë të pranishëm.